pasi arritën të tejkalojnë dallimet politike duke respektuar vullnetin e shumicës së qytetarëve maqedonas në Kërçov dhe duke dalë me një kandidat për kryetar komune nga radhët e VMRO-DPMN-s, angazhimi dhe mobilizimi për të fituar komunën e Kërçovës po kalon në një tjetër dimension, atë të ndryshimit të vendbanimeve, me qëllim rritjen e numrit të votave në këtë komunë. Në këtë drejtim, një postim në rrjetet sociale ka ngritur sërish dyshime për manipulime zgjedhore përmes transferimit të adresave. Aktori i njohur Maqedonas Vlado Jovanovski ka publikuar një fotografi së bashku me kandidatin e VMRO-DPMN-s për komunën e Kërçovës Aleksandr Jovanovski, ku shkruan: "Unë do të marr vendbanim në Kërçov dhe do të votoj për Aleksandr Jovanovskin për kryetar komune të Kërçovës." Postimi është përndar edhe nga vetë kandidati për kryetar komune Aleksandr Jovanovski, duke u interpretuar nga opinioni si një nxitje e hapur për ndryshimin e vendbanimeve me qëllim ndikimin në rezultatin zgjedhor. Ky veprim vjen në një periudhë kur partitë politike në Maqedoninë e Veriut janë në fazën e fushatës për zgjedhjet lokale të 19 tetorit, ndërsa Kërçova mbetet një nga komunat më të ndjeshme sa i përket balancës etnike dhe elektorale. Praktika e transferimit të vendbanimeve për përfitime politike është kritikuar shpesh nga organizatat monitoruese dhe shoqëria civile, të cilat i konsiderojnë një formë të manipulimit elektoral që cënon parimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, ndërsa vlen të theksohet edhe fakti se shqiptarët nuk arriten të bashkohen rreth një kandidati, duke mos respektuar kështu vullnetin e shumicës së qytetarëve të cilët e dhanë në zgjedhjet e fundit.